çmimi ka qenë kalu 3, 4 edhe 20, 4 e gjys, 5, vorës është problem mungese prodhimit që sezona që nuk po vej, për çfarë është? Po janë rritë ushqimet e krejt. Të thamë po dyshon që është fjala për një trokim. Ditëve të fundit në marketet e vendit, çmimet e vezëve janë ngritur. Qytetarët janë ankuar për këto ngritje. Ekipi Kallzo.com ka vizituar disa prej marketeve në Kosovë dhe ka biseduar me kompani që shesin vezë. Çmimet sillen nga 3, 4 e deri në 5,59 €. Çmimi aktual i vezëve është €4,99 për 30 copë vezë të kuqe, ndërsa për 15 copë është €3,45, kurse për 10 copë është €2,35. Çmimi për 30 copë vezë është €5,45 dhe €5,59, ndërsa për 15 copë vezë është çmimi €3,75, kurse për 10 copë vezë është €2,55. Në market, çmimi për copë të vezës është 17 cent, gjithsej 30 vezë €5,10 kompleti. Çmimi ka qenë kalu 3, 4 edhe 20, 4 e gjys, 5, vorës është problem mungese prodhimit që sezona që nuk po vej, për çfarë është? Po kjo vjen në momentin se kur jenë sezonën e mujtë, 9 orë, 10 orë, prodhimi është i vogël se nuk bojnë vej, nuk ka të mjaftueshme, çdo herë në fund vitit dimë që është mungesa e prodhimit se zbojnë vej. Pula zbojnë vej shumë. Kërkesa është e madhe edhe ata duhet me rritë numrin e konsumit vet, edhe që e njëra tjetrën e mbulan. Edhe kështu që ata nuk shkojnë zakonisht dinë gjë. E sa është çmimi aktualisht? Për momentin është 5 edhe 4,70 me klasë, 2 klasë në veve. Deshta me ditë aktualisht sa është një komplet vezë mebli? 4 gjys. Sa ka qenë përpara? 3 gjys. Dhe pse është të ardhur kjo rritje e çmimeve? A ka ndaj informacion? Po pse se di unë. Po janë rritë ushqimet e krejt. Ndërsa nga organizata konsumatori kanë thënë se kjo rritje e çmimeve ngre dyshimet për marrëveshje mes prodhuesve dhe tregtarëve. Shqyqone, nërën arsyeja me të cilat se to çdo legislatorë që rrisë se kemi të bëjmë me ndikimin e tregut global. Mirë po, në këtë rast ne kemi dyshime se nuk është ndikimi global, nuk është nësë ndikimi i konjunkturës së tregut të brendshëm, por është fjala, të thamë po dyshon që është fjala për një trokim për një kartelizim të tregut. Dhe më thonë dysh për kartelizim, për monopolizim të tregut, për trokimin e çmimeve, për marrëveshje mes prodhuesve dhe tregtarëve.